Ju përshëndes, mirëmëngjes, javë të mbarë të gjithë shikuesve tanë nga Reze Dielli në ditën e hënë, që është një ditë e ndërthurur në mënyrë shumë klasike, siç kemi vepruar për vite të tëra, ku kemi gatimin, kemi horoskopin, kemi dhe rubrikën e përjavshme Bima dhe Shëndeti. A ju ka ndodhur ndonjëherë të zgjoheni gjatë natës nga mpirja duarve, të keni atë ndjesinë si çpim gjylpërash, të keni dopsi, të mos i përdorni dot duart? Pas kësaj fshihet një problematik që quhet tuneli karpalit. Çfarë është? Si shfaqet, por ka dhe shkaktar të tjerë. Por ne konkretisht do të ndalemi tek tuneli karpalit, i cili jep këto dhimbjet na e bën dorën në mënyrë të pa dobishme, nuk e vëm dot në punë. Dhe ka një burim të caktuar nga vjen, do të përpiqemi të zbulojmë shkaqet dhe gjithashtu shkaqet pra dhe gjithashtu trajtimet me bimë, çajra dhe ushtrime. Janë dy ushtrime të thjeshta deri diku, që mund t'i përdorni her pas here dhe të vazhdoni punën tuaj, sepse kjo dhimbje, kjo mpirje nuk ju bën të dobishëm as në punët e shtëpisë, as në kompjuter për zonjat që punojnë në zyrë e me radhë. Shkojmë njëherë në kuzhinë, duket se kemi vetëm një recetë, po një sa për 3. Mirëmëngjesi, mirë se të gjeta. Mirëmëngjes. Në kuzhinën dhe në banakun tënd të preferuar, ku sjellim receta dhe sigurisht japim dhe këshilla të ndryshme, truke, këshilla praktike në lidhje me proceset e punës në kuzhinë. Kemi disa kohë që i ndërthurim këto recetat. Tregojmë diçka të ëmbël, tregojmë një recetë të drekës, një këshillë praktike. Sot e pas kemi punën pak më ndryshe, se vetë procesi i duhet recetës të marrë disa minuta. Brushtull quhet? Brushtull. Vendos sheqerin, a i thua një produktet pam. Me gramaturat për katëse. Unë kam mielin dhe kushte mieli ola, dale se kam dhe mbrapsht. Çdo përdorim. Po duhet për çdo përdorim, diku tek aty, tek 500 gram miell, pastaj kam qumësht, kam vajin, arat pa tjetër që arat duhet i kem të thyera. Po, unë ndërkohë po e lexoj me shumë mirë. Gramaturën dhe me mililitrat për katëse. Brushtull e shkrifët ose një dredhanik të shkrifët. 500 gram miell për çdo përdorim, një kokër vezë, një lugë supe me vaj, një lugë supe sheqer, 3-4 filxhan kafeje qumësht, një lugë kafeje sodë, një lugë kafeje krip, një bustin vanilje dhe ujë sa të marrë sipas nevojës. Për mbushjen, ju duhet 250 gram sheqer, 200 gram gjalp, 100 ml vaj, 250 gram ara të shtypura. Tani, direkt arat me sheqerin. Shtoj. Tu kam kripën. Kam vanilje, sodë, të gjitha pluhurat e bardhë i vendos këtu. Shtoj. Një kokër vezë. Arat i lë më njanë këtu. Vajin. Dhe një përzierje. Ja. I përzierje mirë. Ndërkohë edhe Niki bën gati. Do të shtoj masën e qumshtit. Dhe jam në rregull. Në bazë të sasisë të produkteve të tjera, të lagështisë të tyre, do të shtojmë edhe sasinë e miellit. Për këtë shiritin transparent kemi folur dhe ju kemi treguar her pas here, që edhe nëse nuk keni atë njësinë matëse, Ola ju vjen një ndihmë pikërisht përmes shiritit këtu transparent, që ju tregon
gramaturën. Sa gram miell ju merrni, sa e keni aty në recetë të shkruar për çdo recetë që do të gatuani në shtëpi. Pra, vaniljen, ju po të doni vendosni të arat, ose në të kundërt, tek brumi. Marë çfarë më duhet dhe heq çfarë nuk më duhet. Opa, më duhet. Ai. Të shtojmë tani miellin. Tu, bëj një përzierje shumë të mirë që kam gjallë ara. Pra, e krijoj në formën, në formën e pastës. Derisa fillon merr atë ngjyrën kafe. Sepse është gjalpi, dhe gjalpin e kam djegur pak. Kjo është një ndër rastet e ralla që them unë gjalpi djegur. Kjo është një ndër rastet e ralla. Sepse dua që të mbaj aromë. Ndjetë kjo aroma. E lë që mos të ketë punë me nxehtësinë. Do të shtoj masën e miellit. Punoj me dorë, avash. Po, ja se shtoj unë gradualisht, sa të bërë gati një masë që të punohet. E punoj me lugë një herë, se s'është e nevojshme. Çfarë arome ka dhënë gjalpi? Po. E ndjetë e arat. Mbi zotëron. Tani nike avash. Nëse ju shtoni pak më tepër miell, po keni vezë, shtoni vezën. Që mos të bëjmë fare atë pjesën e ujë, mund të shtoni pak. Ndyrë pra ujë është, ose qumësht, mund të shtoni sërisht. Tani. Kur thoni diku gjyshet tona, me dorën. Ja me bismillah, prit, se më ka shpëtuar. Më ka shpëtuar, po. Niki, edhe pak. Shumë pak, atë lukë taq. Ngjyrat e tokës sot, Po, edhe kjo koha që nuk hapet. Do jetë një 2-3 ditë me shi. A ma me qaj mila je? Po nuk mund të Kur të filloj dielli. Ti që njerëzit vishen kështu sipas kohës, ose sfidojnë kohën, ose janë paralelisht me ndjesinë që t'i jep koha. Kur i them gocës një gjë të tillë, ngjyrat. Ma më thot. Qa, kërkesë e ke. S'kam kërkesë, jo. Se më vjen asyushëm, nuk kam kërkesë. Tani? Jo, nuk e besoj nga ato që bën një... Po, i kompliment për i kërkesë. Bën një hap, po. Bën një hap, kërkon... Nuk i dihet. Nuk i dihet se që atruaj nga mbrapa. E largoj të lajde pak duartun. Sa do thoja që vetëm kafe mos më kërko se kam hapur, apo që ka hapur ekspresi, sa të mirë që i kemi këtu në t'i kanë hapur ekspresi. Një mirë lindo të sjellë sot. Se jemi në fillimin e javës, kështu që e nisim edhe ditën edhe javën me mokadorin ton, me një kapsul fantastike që përmban, sa përmban? Do ta bëjmë quiz? Sa përmban kapsula e mokadorit? Qa më the, 7-14, diska e tillë. 14 e do ti, se do 2 kapsula. Një kapsul mban 7 gram. 7 gram kafe, ju e zgjidhni shife sa kanë mbetur këtu. Duhet të mbushim përsëri kutinë ton, sepse ju mund të shihni kremozitetin, ngjyrën, kurse ne këtu ndjejmë aromën dhe shijen fantastike të parezistueshme që kafe Mokador na ofron çdo mëngjes për të ftuarit tanë dhe për ne, për ta nisur ditën me plot energji, ti sjell pak edhe sheqerin edhe lugën, që Albana jon të marrë energjinë e duhur për të gatuar dhe po piu dhe kafen Mokador na bën dhe recetën e dytë. Po patëm kohë. Pse do ta lëm pak brumin, është në fazën që ka marrë atë punimin e duhur, ngrohtësinë e dorës, përbërësit janë aty, janë lidhur të gjitha me njëra tjetrën, kështu që do të punohet mirë në mënyrë që
Drelaniku tjetë ashtu si që ka vetë titullin i shkrifët. Më thuaj në shtëpi kush të mban me kaq ty, kafe në cep, gatim, edhe paralelisht ecin këto gjërat, me gjysëm sheqeri Kur lamë. vajzën time pyesin numësi ti që mami jo ditë gatuaj, Se çfarë s'të bën aty të çfarë shtëpia? të bën? Të them të drejtën, mua goca më gatuan në shtëpi. E thash edhe këtë në fund. Jo, Që asnjë s'o besoj. kështu më thonë dhe mua, po me një kush, me një ndryshim të vetëm, që unë përsëri unë gatuaj në shtëpi. E ke gati. Të lumshin duar. Tani, brumin e ndajmë në kulaçka, sepse duhet që të hapim petët, njëra pas tjetrës, me kulaçka, se një nga arsyet sepse brumin e duam të shkriftë është jo vetëm lloji i miellit, por gjithashtu edhe ndarja në për kulaçka dhe po e gatuajmë duke i vendosur kulaçkat Vaj. të zëna mirë dhe të rumbullakosura në një tepsi me vaj. Faktikisht E bëjnë më të lehtë hapjen doja pastaj. që t'i hapja me nëse shte. Por do kohë më tepër që kështu mendova që më dha ide ma një kolegja ime këtu. Ore po, faleminderit që ma dhe momenti të po e them. Thash, patjetër që po, përse jo? Pra në qoftë se ti nuk merr dhe jep mendime, në një punë është e kotë. Ja. Po Edhe ku puna gatume ime këtu është marrim ma kollaj. mendime nga njëri tjetri. Po receta, po, gjithçka. Ja ku kam? Okej. E lëm deri këtu, shijoja atë kafen tani, se do kalojmë në një pauzë të vogël, që lidhet me atë suplementin ton që prezantojmë gjithmonë në këtë hapësirë për personat cilët vuajnë nga prostata, aty të bëft mirë kafja, ne shkëputemi për këtë moment të vogël dhe rikthehemi për të vazhduar punën. Dhe vazhdojmë punën për këtë proces të dytë të hapjes së petëve të brumit. I bëm kulaçka. Dy variante janë ose me vaj ose me niseshte për t'i hapur petët, pra fillimisht në petë më të vogla, sa një pëllëmbe dorës dhe më pas në petë më të mëdhaja për një tepsi. Sekreti këtyre është që të qëndrojnë. Patjetër. Do të qëndroj, patjetër që duhet të qëndroj. Pra, ky është një veprim i imi i sforcuar. Po mirë, po ti lëm të qëndrojnë. Jo, më po pse? Pak me vështirësi, po. Ta shkojmë pastaj të dyja të gjitha në një petë për t'u hapur dhe kemi mbushjen, ndërkohë po ju rikujtoj produktet, e mbyllim edhe këtë, se duket sikur duket si e çarë. E kam dysha ato. Le t'i shohim së bashku produktet e kësaj recete të shpejt, por me disa procese pune. Nuk është se është recete vështirë, është e thjeshtë, sepse do të bëjmë fillimisht mbushjen që ka 250 gram sheqer, 200 gram gjalp, 100 ml vaj dhe 250 gram arat të shtypura. Sheqerin dhe arat i grim në grisën e qepës, shtuam pastaj gjalpin dhe pak vaj që na duhet për më pas për petët. Ndërkohë, për brumin sipër kemi 500 gram miell, një kokër vezë, një lugë supe vaj, një lugë supe sheqer, 3-4 filxhan kafeje qumësht, një lugë kafeje sod, një lugë kafeje krip, një bustin vanilje dhe nëse është e nevojshme mund të keni mënjan edhe pak ujë për brumin që do të zinim. Pasi kemi zënë brumin, e kemi ndarë në kulaçka, kemi vendosur ato në një tepsi me bazë vaj dhe i hapim me dorë. Njëra pas tjetrës. Duke bërë pastaj, ose hape kështu, si që hapim petullat. Do tjetë edhe... Edhe një tjetër. Dhe mos u bëni merak për banakun. Kemi plot mënyra që të largojmë yndyrën pa pastërtitë, gjë procesi i cili bëhet para se të vendosim petët, cilën e kishim me 3 produkte të bazë, sod, limone dhe uthull. Dhe pastaj, po.
Ndjes, vazhdo, ose... Jo dhe pastaj është procesi tjetër që do pastrohet nga yndyra. Në momentin që brumi qëndron, këto hapen shumë kollaj, ne e kemi bërë dhe herë të tjera, po, patjetër. Vash. Po të qëndroj gjysmore, shiko, duke qëndruar, bëhet më elastike. Nuk na prish punë, dhe në qofse bëhet hapja këtyre e petës, nuk na prish punë fare. Do fillojmë të mbushim tani, po. Mbushim dhe i vendosim ndoshta te ja, te kjo tepsia tjetër e vogla. Një mbështjellje dhe direkt në furrë. Një furrë e parangrohur në 200 gradë Celsius. Për t'i pjekur dhe do të shikojmë në fund fare pastaj një dredhanik të shkrifët me këtë mbushjen që e kemi me ara të mira dhe me sheqer. Ja, kështu. Pra një hapje do jetë për së gjëri. Pra, le të kemi një mbushje, kur them unë, të jetë dinjitoze, mos të shkoj bosh. Tani, nga ky proces, pra nga dredhaniku i ëmbël, në këtë formë, mbushja mund t'ju frymëzoj, në këtë qaste, mund t'jetë dhe kripur. Me moll kanel. Moll kanel, po. Keni shihet të ndryshme? Se thamë me krip moll kanel, por mund t'jetë me krip, mund t'jetë me perime, mund t'jetë me spinaq, mund t'jetë me gjiz, me djath. Kjo quhet brushtull për shembull. Sepse e di shumë mirë që janë visat e zonave jo për katëse, do thonë për shembull që ne e bëjmë kështu, patjetër ka mënyra të ndryshme. Op, fillojmë edhe. Bëjmë edhe. Super, ja dhe një tjetër. Do lëm pak hapësirë me njëra tjetrën. Se në pjekje do të zmadhojnë për masat e tyre. Soda, veza. Okej. Ndojmë që kur ta hapim me dorë, brumin, të jetë... Peta të jetë e hapur. Po, një trajtshme të rështia. Pra, duke qëndruar, hapet akoma dhe më mirë. Kemi mënyra që bëjmë hapjen e tillë. Kur duam t'i hapim rumbullake dhe me mbushje tjetër. Dhe në fund fare, edhe pakës këtu. Kemi të dëgjuar shumë punime për shumë piktur. Piktur në vaj, piktur me karbon, piktur me kanavac, edhe kjo është brum në vaj. Mund të keni dhe alternativën tjetër që t'i hapni petët me një seshte, nëse nuk e doni të tepërt yndyrën, por që kështu dalin dhe më të shkrifta, ndaj dhe zgjodhëm që t'i vendosim në vaj. Kjo mas e lëm të tillë dhe nga soda, e vendosit që më këte e spostoj,
Nëse e lëm pak para se ta vendosim për të pjekur, do të fryhet për masa dhe më pas do ta vendosim në procesin termik në furrë në 220-200 gradë varet sa ju pjek juve furra. Tani, e lëmë më njanë, mund ta lëmë edhe pak të qëndroj, një përsëritje të recetës, në qënë se kemi kohë, edhe përfunduam më shpejt, sepse zgjodhëm të përgatisim një dredanik apo një brushtull më të vogël se sa e kishim menduar. Mund të jetë një tepsi më e madhe për gjithë familjen, por mesatarisht, duke patur parasysh dhe yndyrën, do konsumohet një pjesë e copës e vogël nga ky dredanik. 500 gram miell morëm, një kokër vezë për brumin, një lugë supe vaj, një lugë supe sheqer, 3-4 filxhan kafeje qumësht, një lugë kafeje sod, një lugë kafeje krip, një bustin vanilje dhe pak ujë nëse ju nevojitet. Mbushja përmban 250 gram sheqer, 200 gram gjalp të shkrirë, madje gjalpin e lam pak më tepër në sobë, derisa të shkrieshe mirë dhe të digjeshe pak, të lëshonte aromën më të theksuar. Kemi përsëri pak vaj, 100 ml vaj që vendosëm këtu në tepsi, ku vendosëm kulaçkat, dhe arra të shtypra 250 gram të tilla. Ja, ky është rezultati i dredanikut të shkrifët, brushtullit ndryshe thënë kështu, sipas zonave të caktuara. Tani çfarë do të bëjmë? Tani, me sodën. Krem çik banako. Sodën. Kam ilaç enësh. Do ta krijoj në masën e pastës. Largojmë yndyrën e banakut. Pra masë paste. Është e mirat mirave. Kemi njoll në veshje. Është e duhura. Po të dua mund të shtojmë edhe limon, por edhe pa limon nuk na prish punë. Ja, kjo është një masë e duhur. Gjë që po të duam ne, e kemi për. E kemi, dal me ku të marr një gjë të vogël unë këtu për shembull. Ja. E kam për tenxheret. E kam për, do ta fshi një herë këtë këtu. Ty do t'jap letër për tenxheret. Këtë në fakt e zgjedhur më të pastrën që kishim. Ose, janë për këtu gjithë pastra janë. Se këtë proces bëjmë me sodë dhe me... Unë marr. Pra, unë heq në fillim fare me letër, sepse mos mendoni që duke pasur letërën e kemi fshirë pjesën e... Jo, aty është yndyra. E yndyrës. Ka të shkëlqimin që e ka tërësisht prej yndyrës dhe jo prej pastërtisë, është komplet me yndyrë, por përzierja që kemi në enën tonë, me sodë edhe me ilaç enësh, e mollës ti, se të duhet më shumë për banakun. E marr unë. Filloj unë me banakun, edhe goca duke pasur. Pra fundit e nxere, fundit i ganëve, pjesa e brendshme e tyre, kur kemi skuqur, kemi përdorur her pas here, çfarë do lloji sobe, me induksion, me gaz, me korrente, gjithçka tjetër, bëhen ato tenxheret e shkreta bashkë me tiganët. Do gjejmë disa mënyra natyrale ose me ilaçe të cilat ne nuk i preferojmë, por detyrimisht ndonjëherë duhet t'i zgjedhim për t'i pastruar siç duhet. Nëse përdorim një letër alumini, siç ma dha Albana, dhe këtë përzierjen e sodës dhe ilaçin e enëve, do të bëni një fërkim, është pak e ashpër, edhe letra edhe soda, dhe ju thjesht do të bëni një fërkim të detajuar të papastërtive në fundin e... Unë nuk kam yndyrë, që nuk shkëlqen vendi, duket, e gjithë yndyra ka kaluar tek letra. Dhe këtë pastë e përdorim edhe në njolla, në njollat e vajt, në çfarë do lloj njolle të jetë, në disa raste për shembull mund të vendosim edhe kolinoz. Po. Në disa raste. Kurse tek tenxheria patjetër që na duhet letra e aluminit.
Ja, pra, 2 truke të thjeshta, vërtet një gatim, por ama ja vlen që janë 2 këshilla. Dikur përdoreshe mban mend? Rëra? Rë e plazhit, kur shkonim në plazh, e letë e bënim rërën. Tani këtu e bëm fiksi atë kraftin 2 minutë që po pas E mirë, dakord. Sepse ishte edhe nxjerrë e pasur, kishte shumë pak hije. Shumë pak hije. Po ja, gjithsesi dihet ku kanë mbetur dhe ku kanë kaluar. Po, sepse merr ngjyrën jo ngjyrën e ilaçit, me ngjyrën e asaj e të përhimtës, por themi ne, e përhimta. Ka akoma, gjithsesi pjesa e brendshme. Me një shkëlqim tjetër. Ja. Duket se si është fund fare rezultati. Që unë të marr një tenxhere tani, t'i vë flakën, që të krijoj atë hijen e lehtë e më pas ta fshi. Pra ne këtu bëjmë gjithmonë ato truke që vërtet ja vlen. Kështu bëhen këto virale të? Këto virale kështu bëhen, patjetër që bëhen kështu. Okej, po mirë se. Unë besoj se s'ka tenxhere të papastra, ja, si shkëlqen tenxherja me 2 përbërës. Tak. Me sodë dhe me ilaçin e enëve. Bashkë me letrën e aluminit që lajmë edhe tavat. Letër këtu që t'i jap, sepse ka ngelur soda. Patjetër që është shumë e rëndësishme që ambienti ku punojmë, si banaku, si astagaçi, nëse ai ka akoma më tepër punë faktikisht, sepse është prej druri, ku zëmpetët, ku punohet gjithashtu, e duke qenë se ka ato të çara dhe kanalet, patjetër që ka më tepër nevojë për tu pastruar, desinfektuar her pas here. E gjithë masa ja. Jo, ka akoma besoj, me qenë se ke ndyrë në letër. Pas kësaj përzierje, nëse duam një spërkatje dhe pas e ta desinfektojmë, një spërkatje lehtë me uthull. Po ashtu mund të bëhet dhe përzierja në një shishe nga to Sprite që mund t'i zbrazim, ose një enë të posaçme, në të cilën të shtojmë uthullën, sodën, uthullën dhe sodën, po të mbarojmë mirë sot njërë, pastaj ditë. Të gjitha i tha. Për pjesën e pjanurës, sepse ajo duhet të shkëlqej. Pjesa e xhamit të furrës, sepse ajo duhet të shkëlqej. Nuk besoj se do të përdorim shumë sodë, sepse ngelen ato njollat edhe dora pjesa e fërkimit. Me uthullën, po patjetër, e mbarove. E vendosim. Tani të lumshin duart. Tani pjet kafja. Tani të lumshin duart. Të bëft mirë. Pjesa e furrës, kur të mbarojmë pjekjen e dredhanikut, ne besoj kemi mbaruar punë të premte, kemi pastruar, por rezultati që na dha vendosja e uthullës brenda, pasi të jetë fikur furra, pra të ketë pak nxehtësi, vendosim ato uthullën e cila lëshon ato, vendosim për ta zier në një enë, me avujt e saj, e lëmë përsëri të ftohet dhe me një letër fshim rreth e përqark. Gjithë djersët ose piklat e ujit, nga avullimi që do të bëj uthulla, do të pastrojnë, desinfektojnë pjesën e furrës. Ky proces duhet të ndodhi në mënyrë të vazhdueshme, të përsëritur, në mënyrë që të mos e lëmë procesin që të futim pastaj letrën e aluminit, të fërkojmë, të heqim të gjitha mbetjet aty brenda. Jam që kam të gocëm këtu. U pikaven, goca i sqaron, duket që Tatjana ka bërë punë, ka përgatitur mirë. Ashtu edhe praktika e punës. Bravo i qoftë nënave që rrisin vajzat të tilla. Bravo. Se çfarë thash nese, ty të bëf mirë kafja, ne mirupafshim, shihemi me Orgopullën pas pak. Ju pasha në javë të mbar paçi. Kafja lafe si. Lafe. Shihemi pas pak me horoskopin e javës. Takohemi për horoskopin e kësaj jave, java e parë e prillit pak a shumë se do të jetë me Orgopullën. Mirë se erdhe, kënaqësi. Kënaqësia ime. Bëjmë një përshkrim të javës? Po. Kemi ditën e fundit muajit mars dhe fillimi muajit prill, data 31 deri më datën 6 prill të 2025. Duke se kjo javë shënon fenomene intensive astrologjike me Neptunin që futet në dash për një periudhë 14 vjeçare që do qëndrojë në dash, është një ndikim shumë i madh. Dhe kjo duke ndikuar në jetën tonë të përditshme për një arsye, sepse Mërkuri në retrograd e tip tek Peshqit që sjell disa keqkuptime ose do pasur kujdes. Por këndët e favorshme të Saturnit dhe të Uranit ofrojnë baza të forta, ndërsa Marsi rrit vendosmërinë dhe veprimet që neve duhet bëjmë për shpejton, është në favorin tonë. Pra, duhet pasur pak vëmendje, por koha është e mirë që neve të nisim me këmbën e djathtë që të arrijmë aty ku duam. Le t'i tregojmë tani me radhë karakteristikat e kësaj jave për 12 shenjat e horoskopit. Fillojmë me dashin.
Me hyrjen e Neptunit në shenjën e Dashit duket se ka të bëjë është një kapitull i ri në kërkime dhe vendime të rëndësishme i frymëzim shpirtëror që hapet para tyre, ka një ndikim shumë të mirë, edhe pse kemi Mërkurin që lëviz në retrograd, por ndikime që kanë bënë, por Marsi është një shtys ku është ndikimi më i mirë i mundshëm përsa përket çështjeve dhe punës, por megjithatë, meqense Dashi është ka instinkt dhe mirë është që me përgjegjësi që ata kanë, mund të realizojnë çështjet e punës dhe të karrierës. Në dashuri duket se një problematikë e vogël që kanë pasur para disa kohëve, duket se tani është momenti për të zgjidhur këtë problem që keni pasur para disa kohëve dhe është një moment shumë i mirë për të stabilizuar anën shpirtërore, sidomos lidhjet që kanë bëjnë Dash Peshk ose Dash Luan, është një mundësi e mirë për stabilizimin e familjes apo të lidhjes. Demi. Urani vazhdon të ndikojë dhe të ndryshojë gjëra të paparashikueshme, por gjashtkëndshi i Saturnit fuqizon pjekurinë. Mërkuri në retrograd mund të krijojë disa pasiguri të vogla, por kjo nuk do të thotë që është një problem i madh ose ka diçka që nuk shkon, por është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizimin dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Përsa me një organizim që do të bëjnë ëndra tyre mund të bëhet realitet, sepse Demi gjithmonë ka pasur shumë probleme dhe di që i dytë ka pasur këtë, po vjen një moment tani që gjërat të jenë pozitive dhe jo problematike në fushën e biznesit. Për ata që kanë udhëtime, për ata që kanë do të nisi një punë të re, do të jenë pak të vëmendshëm, është më mirë të dëgjojnë se sa të flasin dhe të rishikojnë pra të veprojnë. Nuk është mirë që të nxitojnë, sepse nxitimet prishin punë dhe nuk është në anën e tyre. Megjithatë, është ai periudhë tani që kërkohet vëmendje për sa i përket lidhjeve ose ata që janë në diasporë që kërkojnë për bërë dokumentacione, në lidhje me këto gjëra kërkohet vëmendje. Nëse janë të kujdesshëm dhe të vëmendshëm, asgjë nuk ndodh, sidomos lidhjet afatgjatë shenjës së Demit ka të bëjnë shumë me ujorin të 10 diçit të parë, por pse jo dhe me akrep të 10 diçit të dytë, ku është një mundësi e mirë. Le të kalojmë tek binjakët. Binjakët. Sudimtari Mërkuri që lëviz në retrograd në sektorin e karrierës, do thot ku është gabuar rregullohet, nuk është për të keq. Por Mërkurin e themi sepse Mërkuri bllokon disa gjëra ose prish disa ekuilibra, por ne nuk na rri mirë sepse me zëre kemi ndërtuar, por vallë është e sigurt apo është toka e bosh në themelet që kemi hedhur dhe në një moment më mirë tani në fillim i rregullojmë se sa t'i lëmë për në fund. Meqense binjakët duket se disa keq kuptime të vogla rregullohen, por mirë është të shmangin vendimet e nxituara, sepse nuk është në të mirën e tyre. Por gjithsesi Saturni dhe Urani ofrojnë mbështetje për të krijuar të ardhme profesionale dhe më të qëndrueshme, meqense Marsi ndriçon financat dhe është një mundësi e mirë për të rregulluar dhe stabilizuar këto gjëra, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar. Në fushën e dashurisë, edhe pse binjak virgjëresh, binjak shqiptar duket se ka një kuptim mes tyre ku një njohje e thjesht mund kthehet në lidhje serioze. Një vëmendje do të bëjnë personat që kanë bënë me kreditime apo me bankat, sidomos në fillim të javës sot dhe pas nesër duhet pasur kujdes në këtë aspekt. Qartë. Shenja tjetër? Kemi gaforet. Përsa përket gaforeve, duket se Marsi në shenjën e gafores dhe këndet pozitive janë gati të marrin iniciative dhe për të përballuar sfidat. Duke pasur parasysh, meqense Urani sjell pak vështirësi në këtë aspekt, por kjo nuk do të thotë se është problem, sepse në shumë të raste kemi të bëjmë se gaforet janë shenjat më të ndikuara në fushën e punës ose të familjes, janë të familjes në shumë të raste në 12 zodiakale, po të më thoshe kush është shenja më e vështirë, Jorgo, unë do të thosha janë gaforet dhe prandaj me gaforet shumë hera kanë pasur debate ose lidhjet priten nuk vazhdojnë, sepse gaforia ka një të drejtë madhe. Kush është familja? Kush është ajo që thotë 1 dhe 1 bëjnë 2, nuk bëjnë 3? Sa njerëz thonë dhe bëjnë 3. Mund të jetë zgjidhje, por gjithsesi koha dhe momenti është pikërisht tani dhe në lidhje me çështjet që kanë bëjnë. Ajo që do të kenë meqense Mërkuri në retrograd, sjell disa vonesa të vogla në udhëtime. Mirë është të bëjë një telefonat para se të nisen në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gaforen, do thotë gafore bricjap, do thotë dhe gafore peshk, ku është një moment mjaft i mirë për të stabilizuar familjen. Luani? Për Luanët. Luan meqense Neptuni në Dash hap horizonte të reja dhe në ndikimin dhe çështje shpirtërore, në të njëjtën kohë Mërkuri në retrograd sjell paqartësi në negociata financiare apo borxhe. Marsi u ndihmon të çlironin nga frika dhe të merrni masa, ndërsa Saturni dhe Urani sjellin stabilizim në çështjet profesionale. Por ajo që do të kenë të punojnë me moderim
që të synojnë lartë. Është koha dhe momenti, nëse do të flasim për çështjet që lidhen me anën ekonomike ose disa kontrata të rëndësishme, bëni kujdes sepse është në momenti i duhur për sa i përket ndryshimeve dhe marrjeve vendimeve të rëndësishme. Sidomos juve që jeni në udhëtime ose bashkim familjar, juve që ndodheni në Europë, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për zgjidhje të këtyre çështjeve. Kalojmë te Virgjëresha. Virgjëresha. Lëvizjen në retrograd me Mërkurin dhe marrëdhëniet që kanë bënë disa keq kuptime mes kolegëve, partnerëve, apo qashkënd që është Saturn Uran, rrit besueshmërinë dhe shpirtin që kanë të zgjuarsinë maturin ata që e shikojnë dhe ndryshimin që kanë bënë tani, Marsi shtyn të ndjekin synime financiare, logjika juaj është udhërfyesi juaj, mos u mashtronin nga ngarkesat emocionale ose disa gjëra që keni sepse shumë gjëra ndodhin, por mirë është të jenë të kujdesshëm, të vëmendshëm, mos të nxitohen, sepse nxitimet nuk sjellin dobi, por problem. Synimet financiare që ka Virgjëresha, kush nuk e ka synime financiare? Virgjëresha është e para që nuk ka shanse, lum ata që kanë Virgjëresha në shtëpi, por mirë ata që kanë ndonjëherë në fushën ekonomike se ata kanë atë, domethënë, Virgjëresha është shopping therapy, pra duhet të patur edhe vëmendje në këto pika. Por gjithsesi, Virgjëreshat janë aja dhe zhëja, shkripa dhe piperi në çështjet që lidhen me punën, lidhen me karrierën dhe marrje vendime të rëndësishme. Lidhjet afatgjat që kanë bënë përsa përket Virgjëreshave, ose ato të palidhurat, ka një ndikim shumë të mirë tani nëse bëhet fjalë Virgjëresh Luan ose Virgjëresh Dem, ka një ndikim shumë mirë, shejtoke, arrin majat. Kalojmë tek shenja tjetër pasardhëse Peshorja. Peshorja. Me hyrjen e Neptunit në sektorin e marrëdhënieve, kërkesa dhe ndryshimi duhet të ndryshojnë në fushën e punës, të karrierës dhe gjërave të tjera. Megjithatë, Urani dhe Saturni, që kanë bënë stabilitetin financiar, për sa përket çështjeve ekonomike financiare, peshorët ngrihen dhe bien në të shumta raste, por nuk e tregojnë asnjëherë. Dhe ka një diçka shumë të madhe tani në këtë periudhë, sepse e fillojnë muajin me ndikime favorite, ndikime të mëdha financiare, por gjithsesi duhet të kenë kujdes ku investojnë, sepse mund investojnë diku janë investime të gabuara. Dhe këtu prishet një ekuilibër dhe zorse e ngrihen, pastaj duhet pasur shumë kujdes. Meqense, Marsi që ju shtyn të kujdeseni për anën shpirtërore, për trupin tuaj, për ndikimet sepse lën pas dore anën shëndetësore. Prandaj duhet të mbajnë një ekuilibër. Është momenti dhe mundësia tani që të shikojnë çfarë do të bëjnë në vazhdimsi. Meqense peshorët asnjëherë nuk bien viktim, por të tjerët bëjnë që të kenë disa gjëra të ndryshme në ato që ka kërkojnë. Por gjithsesi është pikërisht kjo periudhë për sa përket peshorëve, por në fushën e dashurisë, edhe pse një problematikë e vogël që kanë pasur peshorët para disa kohëve, në fushën e dashurisë një ndarje e papritur, pa kuptuar, që ka qenë me ujor të dhjetit të tretë, por tani vjen një moment bashkimi, sepse është kuptuar, janë keq kuptuar një lidhjen e tyre, por vjen momenti i bashkimit dhe i vazhdimësisë. Kalojmë tek Akrepi, shenja e radhës. Me aspekte pozitive, Akrepët, Marsi që ndjeni me plot energji dhe gati për ndryshime, kanë Akrepët. Neptuni sjell perceptime të reja në jetën e tyre të përditshme, sepse në përditshmërinë kanë bënë shumë Akrepët. Akrepët kanë një mundësi të artë, çfarë? Në lidhje me punën e tyre, në lidhje me karrierën, në role drejtuese. Meqense Akrepët ngadonjëherë, Akrepët e dhitit që dytë kanë këtë, që vërtet ju e përcaktojnë të tretë, thotë ti do futesh rolin drejtues përgjegjës ose diçka. Mirë po, Akrepi di dhe e bën shumë mirë, por mban diçka gjëra mbrapsht. Në mendjen e tij nuk është, domethënë, partizani i asaj, po tap dhe bëj. Thotë si të doni juve. Por në anën tjetër është shumë i rrept nëse e futet në një punë, do ta bëj mirë dhe të krijon emër. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë tani përsa përket Akrepëve, dhe Akrepët kanë mundësinë dhe gjëra të mëdha që në lidhje me punën e tyre, sepse duhet shmangin nxitime dhe lëvizje të mënyrë strategjike që të arrinë aty ku duan. Se shumë njerëz për shembull futen në role drejtuese në një vend, për shembull kanë firmosur dikush tjetër dhe atë problemin tua kalojnë Akrepëve. Akrepët e dinë këtë gjë, prandaj janë në dyshim derisa të binden për ata që do të kenë. Fushën e dashurisë, vëmendje duhet të kenë me peshk të dhjetit parë ose me peshore të dhjetit të tretë. Po, shigjetarët? Shigjetarët. Neptuni që motivon dhe eksploron në forma të reja shprehjen krijuese ose rilidhje, diçka që ata kanë ndërmend për të realizuar. Mërkuri në retrograd sjell disi konfuzion që do thotë në çështje familjare apo vendime që lidhen me shtëpinë, Saturni, Urani, që ndihmojnë në zgjidhje të çështjeve të praktike, por meqense shigjetarët janë shej zjarri dhe kanë në sindikim Jupiterin i qashkëndës që bën me Plutonin, nuk u jep mundësinë për të vepruar dhe vazhduar, prandaj kërkohet një kujdes i veçantë në lidhje me anën e punës së ekonomisë,
edhe disa gjëra të tjera që ata përveç se kanë mundësinë, por janë shumë të ngarkuar këtë periudhë, po bëjnë gati 3 muaj që në fushën ekonomike, financiare është rriqe mos e kput, por nga ndonjëherë dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë. Prandaj unë them shqiptarëve të bëjnë kujdes të 10 të dytë, sepse kanë diçka që tani do të ruajnë jaktotësinë, se nxehen kollaj, por nuk është mirë të nxehen në këtë pikë. Por dashuria është në favorin e tyre. Bricjapët? Bricjapët. Mirë është për bricjapët, këtë periudhë, këtë javë, pikërisht, duhet të përqendroheni në çështjet e shtëpisë dhe të karrierës. Mërkuri në retrograd mund të shkaktojë disa vonesa ose rinegocime të marrëveshjeve. Saturni dhe Urani ndihmojnë të stabilizojnë kontaktet e marrëveshjet. Marsi aktivizon në mënyrë dinamike marrëdhëniet, por ju duhet të shmangni ndikimet e nxituara, sepse nuk është të mirë e tyre. Kurse ajo që do të bëjnë, nëse jeni të kujdesshëm, të vëmendshëm, do shpërbleheni shumë shpejt sepse është një diçka shumë pozitive për juve të shenjës së bricjapëve, por gjithashtu një ndikim shumë i mirë gjithashtu ka të bëjë me çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjatë, çka bëjnë me bricjapët, që do thotë bricjap dash, bricjap gafore dhe bricjap peshk të 10 të dytë, ku është një mundësi e artë për të rregulluar, stabilizuar çështja që juve kërkoni dhe jeni në kërkim për diçka të tillë. Jemi tek ujorët. Për sa përket ujorëve, meqense Neptuni frymëzon idetë e reja dhe gjithashtu ka të bëjnë një ndikim shumë të mirë në lidhje me të ardhurat, sepse financa, diskutimet, punën që ata kanë është mundësi shumë e artë tani, meqense ujorët janë futen te grupi i shenjës së ajrit dhe një mundësi që kanë tani në udhëtime, në bisedime, në marrje vendime të rëndësishme. Një kontratë e prishur, vjen tani një moment që do dalë dhe kush e ka prishur dhe pse është prishur për një arsye 5 lek apo 10 lek, dhe këta dalin të fituar. Një çështje gjyqësore është në prag për të zgjidhur dhe e fitojnë të drejtën e tyre dhe është momenti më i artë për ata. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë ujorët të ditëçit të parë, edhe pse kanë pas një ndarje të lodhshme, të mërzitshme, por vjen një moment tani për të rregulluar dhe për të stabilizuar familjen e tyre. Kalojmë tek peshqit. Shenja e fundit. Ajo që do të duket e shenja e peshqive, duket se Mërkuri në retrograd në shenjën e tyre bën që komunikimin duhet të vëmendshëm, edhe pse mos të nxitohen të thonë fjalën e fundit fillim. Nëse duan të japin një përgjigje me dhe o mos, dhe të thonë ndoshta, që të lidhet edhe po ose jo. Jo të thonë direkt jo, sepse mund të prishin disa gjëra që nuk bën. Meqense Neptuni në shenjën e dashit që shtyn të ripërcaktoni qëllimet, edhe një herë nga fillimi, prandaj do të pasur kujdes. Meqense gjashtkëndshi Saturn Uran që ofron mundësi gjëra të mëdha në çështjet financiare, gradualisht nuk bëhen sot për sot, por meqense ka të bëjnë shumë me produktivitetin dhe janë vetë sepse në çështjet kanë produktet e tyre që merren me biznese, merren me gjëra të mëdha, është një moment shumë mirë tani për të rregulluar dhe stabilizuar, sepse këta kanë një vizion. Por kombinimi i realizimit dhe hapat e qëndrueshëm bën që ata të ecin përpara dhe të arrijnë majat. Në dashuri duhet pasur pak kujdes nëse ka një lidhje me dashët e ditëçit parë ose me peshorët e ditëçit të tretë, që shikojnë çfarë do të bëjnë sepse është një lidhje fantastike dhe jo ta prishin. Qartë. Ky ishte përshkrimi astrologjik për 12 shenjat, për ditën e fundit dhe për javën që na ka nisur, e padyshim për javën e parë të prillit, një muaj intensiv. Për videon e muajit prill e kemi diskutuar dhe javën që shkoi, e gjeni në kanalin ton në YouTube Reze Dielli bashkë me këtë që sapo tha Jorgo. Faleminderit, javë të mbar, shihemi pas publicitetit në rubrikën tonë të përjavshme Bima dhe Shëndeti. Mpirja e duarve, shkaktarët që ndikojnë në tunelin e Karpalit. Mirë se erdhë doktor Ylli, tema kjo është për ditën e sotme në Bima dhe Shëndeti. Mirë se ju gjejmë. Kemi mundësi, besoj, pasi të trajtojmë temën e tunelit të Karpalit, të bisedojmë dhe me ju për të mirëpritur pyetjet dhe shqetësimet që ju keni, por më parë le të tregojmë se çfarë është tuneli i Karpalit dhe pse na ndodh mpirja e duarve, duke marrë këtë shkak, pra tunelin e Karpalit, se mund të ketë edhe shkaqe të tjera. Po, mpirjet e duarve vinë ose nga cervikalja, ose nga ndonjë bursit që mund të kemi këtu tek pjesa e klavikulës, te shpatula, por më të shumtat shkaqe janë ato mpirjet që shkaktohen nga ngushtimi i tunelit Karpal. Le të sqaroj pse quhet këtu. Ja, afërsisht tek kyçi i dorës, më këtu. Atëre, këtu është një si ngushticë në formë në një tuneli, midis 8 kockave të vogla, semliunare, quhen në formë në gjysmëhënës, që realizojnë përkulljen e kyçit para mbrapa, por edhe kështu majtas djathtas, ja, kështu poshtë lart,
majtas, djathtas. Atëre, këto kocka, duke qenë si gjysmë hëna, krijojnë atë mundësinë që të përthyhet shumë mirë artikulacioni. Mirë po, këtu është një ngushticë shumë e vogël, e cila bën të mundur që të na kalojnë ato tendinat dhe nervi për të komanduar lëvizjen e falangjeve dhe të kyçeve të dorës. Dhe mbi të është edhe një fashet që e mban dorën në ekuilibër, ne mund të ngrëm pesha, mund të godasim, mund të punojmë, mund të kryejmë veprime, dhe dora të mos të lëshohet, si thuash, po t'i kryej këto funksione. Mund të ndodhi që ose nga puna e gjatë, për shembull ai që gdhënt me çekiç, ose ai që shtron pllaka, ose ai që punon për shembull me sorpat, ose ai që punon me mouse kështu, me kompjuter tërë ditën ai lviz, ose një person që mund të eci rrugës pa dashur bie kështu, peshon mbi dorë, bie gjithë pesha dhe kjo e ligamentit këtu lëshohet, zgjatet më shumë se norma dhe zona këtu inflamohet. Ose një grua shtatzan, për shembull, që ajo ka më të paksuar çik qarkullimin e gjakut dhe fillojnë sikur enjten këto duart, kyçet e duarve, po edhe shputat e këmbëve. Edhe asaj kjo pjesa e tunelit karpal fillon që sikur do t'i ngushtohet. Ose një me diabet, ose ka disa persona, për shembull që nga ana fiziologjike janë të lindur që kjo pjesa e tunelit karpal këtu tjetë e tillë, pra e ngushtë, po është e ngushtë, po. Ka plot të tillë. Atëherë, plus edhe njerëz të tjerë të cilët mund të psojnë ndonjë inflamacion në këtë pjesën e kyçit, ose mund të psojnë nga artriti reumatoid, ose nga depozitimi i kriprave të acidit urik dhe kolesteroli. Pra, një mori faktorësh që mund të na çojnë tek ngushtimi i tunelit karpal. Dhe kjo çfarë bën tash? Fillon ta shtypi këtë pjesën e nervave dhe bllokohet ose vështirësohet edhe qarkullimi i gjakut, po edhe nervi me të cilin komandohen gishtat, këto falangjet, për të hapur, për të hapur ose për të mbyllur. Atëherë, në këto kushte, për shembull, neve pas mpirjes së dorës, pas këtij ngushtimi gradual, ritmik në mënyrë të vazhdueshme, se ajo nuk mund të themi që erdhi menjëherë, jo. Dhe kur ne këtë mpirje më të shumtën e kemi gjatë natës, bie trupi në qetësi, trupin e komandon ai nervi parasimpatik, ku ulet edhe pulsi i zemrës, edhe gjithë ritmi i punës së organizmit, edhe sistemi nervor përgatitet për gjumë, atëherë kjo fillon që të dali në pah dhimbje e saj. Ose do të na mpihen 2-3 gishtat nga gjysma e gishtit të madh dhe deri tek i vogli, ose nga gjysma e gishtit të madh deri tek i madhi. Varet se ku ndodh shtypja më së shumti këtu. Këta njerëz në përgjithësi ndjejnë mpirje dore, mpirje një. Duhet që gjatë natës sikur do ta shkundin dorën kështu. 2. Kanë atë paftësinë për të kryer punë. Se pjo bien gjërat nga dora, nuk i mbajnë dot kanë dhimbje ndoshta. Nuk ka forca ajo që të mbajë, nuk mund të mbyllet dora, pasi ky nervi medial që është ky i mesit këtu, nuk përkulet. Dhe s'mund të mbajmë një gjë nga dora, pa le pastaj, sikur unë t'i them, merri një shishe gjysmëkilshe. Jo, leri ato. Po merri një shishe gjysmëkilshe, mbaje kështu 1 minutë ose 2, ajo do t'i bjeri menjëherë nga dora. Atëherë, nëse kemi këto mpirjet natën, nëse 2 gishta e gjysmë ose 3 fillojnë të na mpihen dhe të na dhëmbin, ndjejmë këto shpimet si maja gjilpërash, dhe do të kryejmë dhe disa veprime të tjera, kemi dhe enjtje këtu te kyçi dorës e kështu, atëherë jemi pa diskutim në prehrin e kësaj sindrome. Quhet sindrom sepse nuk është një sëmundje, por do të na bëhet, është si thuash, parakusht për një sëmundje tjetër. Çfarë mund të shkaktojë nëse ose ne neglizhojmë ose nuk e trajtojmë edhe nuk i kushtojmë rëndësinë e duhur? Po nuk ja kushtuam rëndësinë e duhur. Atëherë, për shembull, kjo nëse na shtyp kjo ngushtica këtu, po të na shtypi edhe ente qarkullimit të gjakut, atëherë
gishtat fillojnë sikur veç mpirjes tashmë, fillojnë të krijojnë një si nxirje, një si mavjosje. Nuk diskutohet që nuk mund të lëvizi më, e ka humbur atë elasticitetin dora, nuk diskutohet që të mbajmë pesha e kështu me radhë, gjithë vështirësia është tek problematika që do të na krijohet këtu. Atëherë, do filloj të trashet, ai ligamenti, fillojnë dhe tendinat, aty fillojnë të kurren, ato kockat në formën e gjysmë hënës që janë 8, aty do të krijojnë kalcifikime për rreth tyre, dhe problematika nga më të ndryshmet. Enjten këto falangjet ose shtrëmbrohen në drejtime të ndryshme. Nuk është një dorë funksionale mbi të gjitha, të duart janë. Patjetër. Pra, kjo humb funksionin e saj. Për ta ekzaminuar, na duhet të bëjmë një eko, një kontroll, mjeku e shef duke e prekur, çfarë janë? Po, për shembull, e para njëherë këto që neve po ja themi tash, ti vëzhgoj, nëse mpirja dhe dhimbja e me radhë janë më të shumta natën, nuk mban dot pesha në dorë, nuk kryen dot ushtrime, nuk bën dot punë e kështu me radhë, është si thuash në rrugën e ngushtimit të tunelit karpal. Por do të vej për shembull që të bëj edhe tek mjeku një vizitë. Atëre, ai do të bëj një bisedë me të, sigurisht do ta pyes, do t'i vjeli një opinion. Dhe e dyta është që ky do të marri për shembull, do të bëj testin Fanel. Këtë mund ta bëj edhe vetë, për shembull, vetë individi në kushtet e shtëpisë. Si është ky test? Për shembull, neve qëndrojmë kështu para, i shtrim duart që pëllëmbët të shohin njëra tjetrën, mbledh gishtat dhe i përthyej kyçet kështu. Në qoftë se unë i mbaj duart kështu dhe kam mpirje ose shtrëngim të tendinave nga sipër, por nuk kam mpirje dhe mizërime nga brenda, atëherë jemi në rregull. Nuk kemi ngushtim të tunelit karpal, pra i shtrim duart, i mbledhim nga brenda, i palos dhe i përthyej sa më shumë. Atëherë, kush ka tunelin karpal, ka mizërime në pjesën e brendshme të pëllëmbës së dorës. Prandaj neve e shtypim dhe e ngushtojmë. E dyta, bëjmë këtë testin Tinel që quhet dhe bëjmë kështu. E shtrim dorën, pëllëmbën e dorës dhe godasim këtu. Po. Në moment që ne godasim dhe ka mpirje, jemi pa diskutim në rrugën e sindromit. Atëherë, po bëm këto të dy teste në kushte shtëpie dhe reagojmë të tillë, pra kemi këto shenja negative, personi duhet vej tek mjeku. Mund të bëhen shumë ekzaminime, por unë do të thoshja kështu. Për shembull, biseda me mjekun dhe një ekografi këtu na tregon që a kemi me vërtet ngushtimet hapësirës të tunelit karpal? Shikohet fluksi, si janë enë të qarkullimit të gjakut. Gjaku para tunelit dhe pas tunelit. A qarkullon lirshëm? Po. Shikojmë nëse kemi depozitime të kriprave. Mund të bëhet një EMG për të matur, si thuash, shpejtësinë e reagimit të nervit. Nervi, si e ka përcjellshmërinë e tij. Në qoftë se këtu është e ulët, do të thotë që tuneli karpal e shtyp nervin dhe pakson atë shpejtësinë e përcjellshmërisë të komandës. Po kështu, mund të bëhet një MRI, një rezonancë magnetike, po kjo bëhet nëse a kemi të bëjmë me zhvillim të ndonjë formacioni kancerogjen që e shtyp këtë e kështu me radhë. Pra arrihet deri në këtë pikë. Po, mund të harrihet. Për shembull, deri në këto të dy teste që unë përmenda. Pra, dy veprimet dhe testet. Dy veprimet, pra mbajmë duart të i shtrim para, e përthyejmë kështu dhe e mbledh. Nëse kemi ngushtim apo jo. Kaq njeriu e merr vesh. Nëse kjo puqet edhe me atë mpirjen dhe dhimbjen gjatë natës, kuptojmë që jemi në këtë rrugë. Nëse ne godasim këtu tek nervi dhe shikojmë që me vërtet këtu diçka më lëndohet kur unë godas këtu, atëherë, këto janë shenja që ai pa diskutim duhet vej tek mjeku. Të bëj atë bisedën me të bëj ndonjë ekografi për të parë dhe mendojmë që me këto pak harxhime ky individ merr vesh se është te kjo diagnozë. Pastaj, po qese duhet ndonjë tjetër, ndonjë elektro ose një analizë më detajuar ose ndonjë rezonancë kështu me radhë, atëherë le t'ja lëm
kohës. Le të mbahemi për shembull tek këto simptoma që kemi këtë sindromën e ngushtimit karpal. Atëre, për të kaluar pastaj tek trajtimi, po, që ta lëm këtë hapësirë pas publicitetit, që ta fillojmë e ta mbarojmë ashtu siç duhet. Çfarë mund të bëjmë për të trajtuar ngushtimin e tunelit të karpalit pas publicitetit? Si të trajtojmë ngushtimin e tunelit të karpalit përmes ushtrimeve dhe përmes trajtimeve alternative. Doktori ka përgatitur disa ushtrime në fakt që për ju që po e përjetoni këtë lloj sindrome, të mund t'i përgatisni ti ushtroheni në shtëpi edhe do të ndjeni pastaj lirimin e këtyre fijeve. Patjetër, kur shtypen nervat te kjo pjesa mediale këtu, vështirësohet edhe qarkullimi i gjakut. Ne duhet të bëjmë që ato nerva që janë të kurur dhe po ngurtësohen, duhet që ti lirojmë. Po si për shembull, e para, le të themi sikur do të lutemi, i bashkojmë duart kështu para trupit, e sjellim afërsisht tek fytyra, pëllëmbët janë të puqura me njëra tjetrën, e zbresim drejt poshtë, shiko tashin, pra fillojnë që të zgjaten këto ligamentet edhe nervat, dhe çojmë poshtë dhe dorën sikur e hapim. Këtë për shembull ne e bëjmë po, pra ja, kështu. Atëre, këtë gjë e përsërisim 5-6 herë nga 15-20 sekonda. Qartë. Mbarua me këtë. Së dyti, marrim dorën, pra është lutja e dyta. Shiko tash, unë duhet që të zgjat çik këtë nervin medial, por si? Ja marrim për shembull, po e quajmë dora e djathtë, është që ka sindromin e tunelit karpal. E shtri para dhe pëllëmba si kur shef për nga toka. Marr me dorën tjetër të 4 gishtat, i palos kështu nga brenda, formoj grushtin dhe grushtin e tërheq si nga vetja. Edhe në këtë mënyrë, ne do të vëmë re që kjo zgjatja do t'jetë nga pjesa e sipërme, por kemi një zgjatim edhe nga brenda. Këto fijet nervore tërhiqen, palosen, bëhet si grusht dhe përthyet nga brenda. Kjo gjë zgjat 15-20 sekonda. Mbasi e kam bërë kështu, e kam mbledhur dhe grushtin, kur ta hap grushtin, i jap një rrotullim në drejtim të akrepave. Dhe erdhëm prap në pozicionin e mparshëm. Prap e kapim dorën, e tërheq nga brenda dhe e palosim në këtë mënyrë. Këtë gjë mund ta bëjmë 4-5 herë. Dhe do t'jetë shumë e mira në drejtim të çlirimit të muskujve, në drejtim të përmirësimit të qarkullimit të gjakut. Vazhdojmë më tutje, si që e kam dorën, e bëj grush kështu, dhe bëjmë ushtrimin e grushtit. Po si, për shembull, e mbaj kështu 10 sekonda, e hap dhe e lëshoj. E mbyll prap, në këtë mënyrë. Një ushtrim tjetër është ky. E marr për shembull dorën, e bëj grusht, e hap dhe e jap një rrotullim si në drejtim të akrepave të orës. Kështu neve mund ta bëjmë afërsisht 8 deri në 10 herë. Dhe kjo nuk zgjat as 5-6 sekonda. Pastaj po të njëjtën gjë e bëjmë në drejtim të kundërt të akrepave të orës. Këto ushtrime bëhen njëra pas tjetrës. Bëhen njëra pas tjetrës. Pra kemi edhe ushtrime të tjera, për shembull, pra këtë që nga njëra anë... Të lirojmë... A ndodh që të dyja ndonjëherë të ndodhin të tunelet e duarve? Mundet që të ndodhin tek të dyja, por prap tek të dyja do bëjmë të njëjtin ushtrim kështu, prap po të njëjtin kështu. Dhe le të vemi tashëm tek një trajtim që neve me të vërtet ja kemi gjetur zgjidhjen plotësisht kësaj sindrome. Po kush është ajo? Duke ditur që ne e përmendëm që këtu mund kemi një inflamacion, mund kemi një enjtje, mund kemi depozitim kriprash të acidit urike, kështu me radhë, atëre, çfarë kemi menduar? Kush na qetëson për shembull një inflamacion? Po sikur të konsumojmë nga pak shafrani ndihen në gjell dhe pak xhinxher, do të ishte e mrekullueshme, pasi më heq këto inflamacionet që mund të ketë njeriu. Këto inflamacion që kanë në trup, po. Dhe ajo që është më kryesore që të filloj trajtimi është kështu. Marrim afërsisht një gotë ujë, hedhim një lugë çaj me krip gjelle, mundësisht krip të zezë, dhe në të hedhim një filxhan ose një gjysmë uthull molle, hedhim dhe gjysmë filxhani ujë. I përzijmë dhe aty tash sikur po më përgatiten të bashkohen dhe të veprojnë disa elektrolit.
edhe natriumi zbërthehet, klori veç, acidi citrike, malik që ndodhen këtu zbërthehet. Lagim, zhytim në të një nap me garzë pambuku dhe jam shtjellim dorës. Dhe mbajmë afërsisht këtë garzën 10-15 minuta, ku në këtë ujin, në këtë tretësirën, e lag e zhyt napën 2 deri në 3 herë. Gjatë këtyre 10-15 minutave që qëndron ajo garza këtu, neve bëjmë këto ushtrime. Të paktën hapim grushtin e mbyllim, që të mos t'i lë nervat kështu si të qeta, dhe që të mos lëndojmë këtë pjesën këtu, se mundet që t'jetë dhe inflamuar. Atere, bëjmë thjesht vetëm këtë ushtrimin e dorës kështu, shtrëngoj grushtin, pra ushtrimin e grushtit, e shtrëngoj edhe e hap. E hap dorën e mbyll. Bëjmë dhe pak rrotullimin nga e majta në të djathtë, në drejtim të akrepave dhe në drejtim të kundërt. E lëm këtë afërsisht sa, si themi, ajo garza, sikur do të thahet. Mbas kësaj, marrim dhe kalojmë një sprajt me atë ekstraktin e trupit, që edhe kjo të më nxjisi dhe të më përmirësoj qarkullimin e gjakut, dhe mbi të pastaj vendosim këtë vaj reumer ose edhe kremin reumer. Atere, u përhap mirë kjo, fillojmë edhe tek falangjet e dorës, tek shputa e dorës, në fillim gishti i madh, është ai që i komandon, le të themi këtë si fizioterapi. Do ta bëjmë në këtë mënyrë. Pastaj e bëj dorën kështu si gjys grush edhe i shkrifroj mirë të gjithë nervat. Këtu le të ushtrojmë forcë sa të duam. Shumë mirë na bën. Kjo pëllëmba e dorës më relakson edhe organet e brendshme. Kalojmë pak mbi vete kështu me të 5 gishtat e dorës dhe këtu tek tuneli karpal vetëm ledhatojmë, si të thuash, një prekje lehtësuese, e cila sa të më përmirësoj qarkullimin e gjakut. Dhe mbi të pasaj e bëj dorën kështu si unaz dhe harri deri tek pjesa e sipërme e klavikulës këtu. Pra, zbraz kështu. Dhe në fund, si që ne përmendëm aty ku do të relaksoheshi nervat që ajo dora për shumë do të shtrije kështu, do të bëje kështu, dhe pasaj e qojmë dorën kështu lartë dhe ja, qojmë këtu e mbajmë dhe e ulim. Në kushtet e shtëpis mund të realizojmë gjithë këtë procedurë që mund të lironte shumë mirë tunelin e karpalit. Kjo dora lartë për shumë mbahet dhe më lehtëson ose më mundëson që këto kriprat që ndodhen këtu, venat ti tërheqin dhe ti qojnë në mëlqip dhe në veshka për të pastruar ato kriprat. Edhe kur e mbajmë dorën kështu lartë, përsëri hapim dhe mbyllim grushtin afërsisht një 10 herë. Ky është një trajtim i mrekullueshëm që bëhet 2 herë në ditë. Pas kësaj, ose neve do të përdorim çajin kolestomer, sepse këtu mund kemi depozitim të acideve të yndyrnave, mund kemi triglicerid të depozituar këtu, mund kemi atë kolesterolin e keq. Pra, ne nuk u futëm brenda dhe e pam, por ose kemi të bëjmë me një artrit reumatoid, ose me kolesterolin e lartë, që më ngushton këtë pjesën. Nëse kemi entje të gishtave të këmbës, po jo vetëm të kësaj dore, por edhe të kësaj tjetrës, mirë është që të përdoret ky çaj reumer. 3 gota në ditë nga 200 ml, ose nëse kemi yndyrna të larta, pa diskutim që përdoret ky çaj kolestomer, dhe ne bëjmë të mundur... Predispozita ndoshta pastaj, kur ke dhe yndyrnat, i ke dhe më i predispozuar. Dhe mirë është që njeriu, për ta holluar edhe pak gjakun dhe për të lehtësuar qarkullimin në për këto kapilarët më të ngushtë, të përdorim një lugë gjelle me boronicë në ditë ose një lugë gjelle me aronja. Ky trajtimi, po patjetër, po pra si të ngjashme, pavarësisht se aronja i ka kukrat më të mëdha, po edhe boronica dhe aronja mund të jenë bashkë të dyja në një çaj? Mund të jenë, nuk ka asnjë gjë të keqe. Aronja ka shumë antioksidant që ndodhen shumë pak te boronica. Kurse boronica ka përsëri disa antioksidantë të tjerë që ndodhen më pak te aronia. Atëherë mund ta konsumojmë edhe kështu për të kursyer, ndoshta një lugë gjelle me aronja sot, e mbarojmë një pako, pastaj përdorim nga një lugë me boronicën. Pa munguar uthulla e mollës në gjellë. Një lugë gjelle në ditë ose 2. Çfarë do të vëmë re? Brenda, le të themi, një jave kemi minus 50% më pak mpirje të dorës, që do të thotë tuneli karpal
po qetësohet dhe po zgjerohet. U thollash ilaç pastaj, është Po, pa diskutim, po. Ta konsumuar, s'kemi probleme. 1 lugë, 2 lugë gjelle në ditë, edhe tani që atë do pëson me vërtet u tholla e mollës, tani që është dhe sezoni ku të gjithë tentojnë të ulin Patjetër, është e mrekullueshme në mirë funksionim, ndihmon në mirë funksionimin e gjithë sistemit të tretjes. Çdo mëngjes në 1 gotë me ujë, 1 ose 2 lugë gjelle me uthull për të larguar edhe kolesterolin e keq dhe pse jo për të mbajtur trupin në formë. Pastron lëkurën, ka shumë benefite për cilat kemi folur her pas here në këtë studio. Dhe ule dhe tensionin e lartë. Edhe tensionin e lartë për ata që vuajnë dhe që kanë tani këtë ndrimin e gjakut dhe tek të rinj po vjet re me të vërtet kjo pjesa e luhatjes së tensionit. Tani është momenti juaj, mund të bëni telefonata dhe do t'i përgjigjemi nga kjo studio. Çdo shqetësimi që ju keni, doktor, mund të ripërsëritet për shembull gushtimi i tunelit Karpalit apo po sigurisht që mund të ripërsëritet. Edhe ndonjë që mund ta bëjmë me ndërhyrje kirurgjikale. Nëse ky tregohet i pak vëmendshëm, i pak kujdesshëm që ta teproj ose të rritet kolesteroli dhe ky nuk e di, ose të na rritet faktori reumatoid, ose të na lodhen këto kyçet e duar nga puna e kështu me radhë, prapë ekziston mundësia që tuneli Karpal përsëri të ngushtohet. Atëherë, zgjidhja më e mirë është kjo. Edhe kur lodhemi, nuk na pengon asgjë, nuk harxojmë asgjë, që neve me pak uthull molle, ujë dhe krip, është një lloj inflamacioni që ndodh. Artikulacionet, lyejmë edhe gishtat, dhe sikur ta marrim dorën për shembull, ta ngrejmë kështu lart, thjesht sikur e shkundim dhe ja, bëjmë pak hapjen e grushit ose mbylljen, 5-6 herë deri në 10 herë. Kjo, me që se jemi tek shëndeti i duarve, pse pikërisht shtypja te kjo pjesa këtu midis gishtave në mes e duarve lehtëson stresin? Janë këto videot virale që qarkullojnë? Po, atëhere. Ose lidhja që kanë fjet nervore me organet tona të tjera? Po, kjo është më se e vërtet. Unë di një gjë, që ne kemi një sistem të qarkullimit të gjakut, po kemi edhe një sistem limfatik. Dhe ky sistemi limfatik ka si gjëndra, si qëndra mbrojtëse në zona të caktuara. Dhe këtu neve kemi gjëndra të sistemit limfatik, edhe këtu kemi. Por, nëse e quajmë neve kemi për shembull një lodhje nervore, të cilën duhet ta shoqërojmë me një shkrifrim të pjesës cervikale, me një lëvizje të mollzave të gishtit mbi skalpin e kokës 5-6 minuta, që të përmirësojmë qarkullimin e gjakut aty, dhe shkrifrimi këtu te kyçi i dorës, në pjesën e sipërme të tunelit Karpal, këtu në fillim, këtu, nga këtu deri në këtu, t'i shkrifrojmë këto muskuj, pra relaksohen, dhe pastaj vim tek kjo hapësira e midis gishtit të madh dhe gishtit tregues. Po të jep një gjendje shumë të lehtësuar. Po patjetër, sepse këtu neve shtypim, relaksojmë, si thua, këto gjëndrat e sistemit limfatik, që i kemi këtu te pëllëmba e dorës. Atëherë, në qoftë se unë shtyp dhe nuk i duroj dot dhimbjet, atëherë të jeni të bindur që ose kam ndonjë tërheqje muskulore nga krahu i djathtë, ose kam ndonjë shtypje të nervave nga të vertebrave. Në krahun e djathtë vertebrat mund të më qëndrojnë kështu në pozicion të prirët, dhe këtu në dalje të vertebrës mund të më shtypet nervi, por kuptohet që nëse unë shtyp këte dhe nuk ndjej asgjë. Nëse nuk kemi dhimbje, çfarë tregon? Vertebrat e mia janë drejt, nervat e mia janë në rregull. Nëse ke dhimbje ku shtyp, nëse kam nga të ndjej dhimbje më shumë, atëherë në këtë krah pa diskutim, në sistemin tonë e shtror muskulor ka ndonjë devijim. E kuptova. Disa ushtrime na shpëtojnë dhe na bëjnë të kuptojmë shumë problematika dhe gjendje të tjera shëndetësore. Kanë mbritur telefonata të radhë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zonjë, mund të bëni pyetjen tuaj. Zëri juaj vjen direkt në studion ton, kështu që kush telefonon direkt bën pyetjen. Faleminderit, faleminderit. Dhe sa të doktorin. Am krahun e djathtë vjet natën. Vjet në shumë dora. Në krahun vend, paka shumë të supi e pot, por dora më tijet. E kur e lej dorën të poshtë kokës, do më thanë nuk e mbaj dot. Bëjmë këtë provë, se nuk po na sqaron mirë.
A kam pirje... I gjithë krahu apo vetëm pjesa e Po kjo thot natën, dakord. Po le të bëjmë që këtë, pa shtrije krahun kështu anash kështu, ja mbaje kështu drejt. Provoje. Nëse është zonja ende në linjë, nëse është këputur, po, mund të bëni shtrirjen e krahut, thot doktori? E shtrin do të krahun drejt? E shtrin krahun, ja. Nuk ke dhimbje në këtë rast. E çojmë krahun mbrapa, sikur jam këtu dhe sikur do të bëj një palosje të krahut nga mbrapa. E bën këtë si veprim? Po. Po, harim që ta krejmë kokën deri këtej nga mbrapa me dorën tonë? Po, shumë bukur. Atëhere, ju nuk keni bursit, gjitha këtë ja bëra për të ndarë, se mund të kemi një bursit këtu, edhe po të njëjtat shenja, zonja duhet shikoj këtë pjesën e tunelit Karpal. Me këto që ne përmendëm, ta rigjoj dhe njëherë emisionin. Të tjetë në YouTube pjesa, për të ridëgjuar dhe për të bërë ushtrimet dhe trajtimin. Pra çdo ditë ushtrimet që rekomandoi doktori dhe atë trajtimin me çajrat, me uthullin e mollës dhe atë mbështjelljen me kripën të kyçit këtu, në mënyrë që të keni lehtësira. Vazhdojmë të tjera telefonata, i mirëpresim, koha është e juaja tani, ne jemi në pritje të çdo pyetje që ju keni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zonjë, bëni pyetjen tuaj. Ju lutem vetëm na dëgjoni nga telefoni që të mos kemi vonesa dhe për telefonuesit e tjerë. Çdo kush që telefonon na dëgjon nga telefoni jo nga televizori. Po. Ju lutem. E kuptova. Kam një nit 8 vjeç, edhe a di që ma zë lemza, ma zë shumë herë në ditët. Lemza. Më dëgjoj me kujdes. Kur një njeri ka të çorientuar ose të lëvizjet e stomakut, mundet që ushqimi të ngrihet nga pjesa fundore dhe të godasi si me spërkla tavanin e stomakut. Ushqimi në këtë rast është si i thatë. Atëherë çfarë mund të bëjmë? E para, ne mund t'i bëjmë një çaj me nenegjik me mendër të butë ose mentha piperita dhe ja japim këta pi 1 deri në 2 gota në ditë. Gjithçka e ka të zgjidhur. E dyta, pra i japim thjesht ujë, ndoshta edhe me pak sodë buke, po edhe sikur thjesht ujë, ajo fillon ta lidhi ushqimin, masën, dhe ajo nuk del më kështu si ato llavat e vulkanit në fillim që të godasin gjithë pjesën e tavanit të sipër. Bëjmë këto të dyja dhe pastaj dua të qetësoj dhimbjet e stomakut. Po si i qetësojmë në këtë mënyrë? Atëherë i themi fëmijës, vepro kështu, mbushe mushkrin me ajër, mbushe, ngjishe fort, kështu. Dhe pastaj ngjesh kraharorin që të ushtrojë një shtypje mbi stomakun. Edhe kjo është një mënyrë shumë e mira, patjetër. Dhe tjetra, mund t'i themi, shiko, shtypim pak këto kapakët e syve, në mënyrë që duke shtypur këtu, ne ngacmojmë sistemi nervor që të më ndikojë drejt për së drejti në qetësimin e situatës tek stomaku. Por, ndër të parat që janë, është çaj me nenegjik. Ka ndoshta edhe barin e bletës edhe kështu, por nenegjikun pothuajse çdo njeri e ka në familje. Tjetër telefonat, pra dham shpjegimin se si mund të qetësojmë lemzën dhe nga se ajo shkaktohet, që është një problem i stomakut, e kemi trajtuar dhe herë të tjera në emision. Përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjojmë, zotëri, mirë se erdhët. Kemi një shqetësim. Po? Ikin gati, jam edhe një moshatar, ikin gati 100 metra, 200 metra, na pijem muskujt e kemë edhe të dyja. Po. Kem pirje të këmbëve gjatë ecjes. Po, muskujt komplet këtu. Dëgjoj, për nga ngjyra e zërit, nuk duket si i moshuar. Jo, i moshuar, dëgjoj, qyshin. 88 janë. Unë thash që mu duk i ri, është mashallah. Atere, çfarë bëjmë? Duam që të ushqejmë pak... Dëgjoj në vëmendje. Pra, duam që të ushqejmë pak muskujt e këmbëve dhe t'ju japim pak energji. Por,
duhet që të lehtësojmë edhe qarkullimin e gjakut në përkyçe, flas për tek shputa e këmbës dhe te gjunjët. Atëre, lëngu i kockave ju bën shumë mirë, tërfili i kuq përsëri ju bën shumë mirë, zotërisë, këputja i bën shumë mirë, ky murrizi, lulja e murrizit ose çaj kolestomer përsëri ju bën shumë mirë. Pra një nga këto, jo të gjitha, doktor, njërën nga këto, pra të ushqejmë muskujt me kripra minerale dhe me lëndë ushqyese. Të përmirësojmë qarkullimin e gjakut dhe së paku vajin reumer, le ta marri dhe ta përdori një herë në ditë ose 2 herë në ditë, një javë, te shputa e këmbës dhe tek gjunjët, dhe për një javë zotëria mund të dëgjohet përsëri në televizor, do të na japi opinionin. Të jeni të bindur, patjetër, do na telefonojë çdo Gjithçka do të jetë shumë herë më mirë se sot. Presim edhe, faleminderit doktor, presim edhe një tjetër telefonat të fundit, ikin fluturojnë minutat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju dëgjojmë zotëri. Kam kaluar doktor para 3 viteve një me lënë. Po? E mërati nga Sumaro. Doktorët me thonë që ke gastrit. Problemi e se kam përgjërinë e tashi kam fëmyrje dhe gati më të vjen. Po, më dëgjoj me kujdes. Po. Në qoftë se vëmëre që feqja del e hollë po e lidhur dhe me ngjyrë si asfalti të zezë, juve përsëri mund të jetë shfaqur me lena. Do të bëni shumë mirë që derisa të ndryshojë ngjyra e feqes, ose të shkojt për një ndihmë mjekësore, ose ky duhet të rrijë shtrirë në krevat dhe të përdori, për shembull, oris qumësht, po të ftohet. Njëherë derisa të na mbyllen këto vatrat e hemorragjisë, ky duhet të marrë për shembull qumësht të ftohet, ndoshta në glikoare, sepse jodi asaj na duhet, dhe një çaj më së pakti lule basani, besoj se ka, atë 1000 fleçin ose bishtamithin ose lulen e gjizës, ose mund të marrë atë çajin gastromer, që është tamam për gastritin. Nuk ka shenja të tjera, doktor, vetëm të feqja dallojmë që kemi me lënë brenda? Kjo është sinjali i parë. Nëse duam që të vazhdojmë tutje, marrim nga kjo feqja e çojmë për analizë. Feqe gjako kult dhe ana sasiore e saj. Pa diskutim që juve ju del në nivele shumë të larta. Por, nëse ky ka këtë hemorragji në stomak dhe bën punë për shembull ose ecën me hap të shpejtë e kështu me radhë, truri i njeriut ka këtë veçori. Së pari çon gjak aty ku është humbja, jo rrjedhja. Për ta ndihmuar se vjen në funksion gjithë organet. Dhe haron ose nuk ka pamjaftueshmëri për të na shkuar në kokë. Dhe ky njeri bie për tokë. Ku mbet ndjenjat e kështu me radhë. Prandaj them duhet të qëndrojë shtrirë. Nëse nuk ka mundësi, është në ndonjë zonë që s'ka mundësi të shkojë në spital, ky mund të kurohet shumë mirë edhe në kushtet e shtëpisë. Duke përdorur atë qumshtin e ftohtë, duke përdorur atë çajin me, le ta bëj çaj me qumësht, me lule basani dhe lule bishtamithi. Të pi 3, 4, 5 gota në ditë, të mos haj buk një 2 ditë, sepse akorja mundet që të shkojë tek ai gjaku që është mpiksur në murin e brendshëm të stomakut, ai është ngjitur tamam, gjaku i mpiksur tamam si mëlçi. E po të ham buk, peristaltika e stomakut mund të ma heqi këtë. Është njësoj sikur mund t'i heq atë dregëzën një plagë. Prap do të ketë hemorragji. Pra, vlerësoje shumë mirë këtë. Si mund të dalim nga situata shumë shpejt? Edhe tashti që ky nuk ka hemorragji, përdor për shembull rreth 1 muaj e gjysmë një kur për trajtimin e gastritit, le të themi. Por ajo aty ka ulçër, pavarësisht që mund të jetë pak milimetra, 5, 6, 4. Dhe ajo rrjedh gjak, ose ndonjë çarje të kapilarëve, ose të venulave, ai duhet ta trajtoj tashtin që është shumë mirë. Mbyllet ajo plaga dhe ky është i mbrojtur. Faleminderit doktor për gjitha shpjegimet dhe veçanërisht për përgjigjet dhe telefonuese. Ju uroj mjaft të mbar. Faleminderit. Jemi nesër së bashku. Faleminderit doktor edhe një herë. Kaloni një ditë të bukur. Vazhdoni të qëndroni në programacionin e Report Televizion. Mbas do të shihemi nesër. Mirupafshim.